Para se të filloj historia, dua të di diçka për jush. A keni pasur ndonjëherë një lidhje online që ju bëri të ndiheshit si në ëndër, por realiteti ishte krejt ndryshe? Shkruani në komente. Do t'ju surprizoj sa shumë njerëz kanë kaluar të njëjtën gjë si Gentriti. Fshati ku kishte lindur dhe rritur Gentriti nuk ishte thjesht një vend në hartë. Ishte një botë e plot më vete, me erën e vet, me heshtjen e vet, me rregullat e veta të heshtura që askush nuk i kishte shkruar askund, por që të gjithë i ndiqnin si të ishte ligj i shkruar me gjak. Shtëpitë e gurit, rrugët e shtruara me kaldrëm të vjetër, pemët e arrës që lëvizin ngadalë kur frynte era nga mali, këto ishin gjërat që e kishin formuar Gentritin pa e pyetur fare nëse ai donte apo jo. Fëmijëria e tij kishte qenë si fëmijëria e shumë djemve të tjerë të rritur në ato anë. Mëngjes herët me erën e kafes nga kuzhina, shkolla me këmbë nëpër rrugë dheu, stërvitje të pathëna për rezistencë ndaj të ftohtit dhe ndaj vështirësive, dhe mbrëmje pranë zjarrit ku nëna tregonte histori e babi heshte duke u menduar me sy gjysmë mbyllur. Ishte një botë ku burri fliste pak dhe punonte shumë, ku gruaja mbante shtëpinë si tempull të shenjtë dhe ku dashuria shprehej jo me fjalë, por me gjestet e vogla të çdo dite. Një pjatë ngrokë mbi tryezë, një shall i hedhur mbi supet e njëri tjetrit, një vështrim i gjatë pa nevojë fjalësh. Gentriti kishte mbaruar shkollën e mesme me rezultate mesatare, jo sepse nuk ishte mend, por sepse mendja e tij shpesh ishte diku tjetër. Ai ëndërronte gjëra pa emër, gjëra që nuk dinte t'i shprehte me fjalë. Kishte dëshirë të diçka, por nuk e dinte çfarë. Kishte nevojë për diçka, por nuk e dinte nga ta gjente. Kur shokët e tij flisnin për punë në qytet, për para, për automjete dhe ndërtesa, ai dëgjonte me kureshtje, por pa asnjë ndezje të vërtet në zemër. Pas shkollës kishte punuar me baban e tij, punë bujqësore, kujdes të baktive, ndihmë në ndërtim kur dikosh nga fshati kishte nevojë. Ishte punë e rëndë fizikisht, por e lehtë mendërisht, dhe kjo e linte shumë kohë të mendonte. Të mendonte për gjëra abstrakte, për botën jashtë fshatit, për njerëzit që shihte her pas here kur shkonin me baban në qytet dhe që dukeshin kaq ndryshe, kaq të lirë, kaq të parsyeshëm në sytë e tij. Telefoni i vjetër me ekran të car kishte qenë dritarja e tij e vetme drejt asaj bote tjetër. Interneti i ngadalt, Wi-Fi-ja e fqinjit që i lidhte shpesh orë të tëra në përmbrëmje, këto kishin qenë shpëtimi i tij. Nëpërmjet atij ekranit të vogël të car, Gentriti kishte parë botë që nuk i kishte imagjinuar kurrë. Qytete me drita miliona ngjyrash, njerëz që flisnin gjuhë të ndryshme, muzikë që e bënte zemrën të shpejtonte pa arsye të qartë, filma që e linej me lot në sy pa e kuptuar fare pse. Rrjetet sociale kishin qenë zbulimi i tij i madh. Jo sepse ishte aktivist i mediave sociale, as pak. Ai nuk postonte shumë, nuk kërkonte vëmendje, nuk bënte foto të studiuara. Thjesht dëgjonte, shikonte, lexonte. Ishte si të ulesh në buzë të një lumi të madh dhe të shihesh gjithë bota kaloj pranë teje pa ju drejtuar drejt për së brejti. Kjo i pleqente atij. Njërit kalit të familjes, dhe her pas here ndonjë mendim të shkurtër që e kishte shkruar me dorë. Jo si citat i famshëm, por si diçka që i kishte dal nga zemra pa e planifikuar. Jeta e tij kishte ritmin e vet të qetë. Zgjohej herët, punonte, hante me familjen, relaksohej pak me telefon, flinte herët. As një dram, as një ndryshim i madh. Ditët i ngjasonin njëra tjetrës si gurët e njëjtë të lumit, të lëmuar nga e njëjta ujë, të ndryshëm vetëm nëse i shikone shumë nga afër. Por poshtë kësaj qetësie të jashtme, Gentriti mbante një botë të brendshme që pak njerëz e dinin. Ishte njëri i ndjeshëm, shumë i ndjeshëm për një djalë të rritur në atë mjedis. Ndjente gjërat thellë, vërejte detaje që të tjerët i kalonin me vrap. Zia e një plaku në ceremoni mortore e mbante me lot të bllokuar në fyt. Qeshja e fëmijëve të vegjël e bënte të buzëqeshte pa arsye. Yjet natën i bënin të ndjente diçka të madhërishme dhe njëkohësisht shumë të vetmuar. Dhe vetmia, ajo ishte e pranishme gjithmonë, si hija e tij. Jo vetmia e njeriut pa miq, sepse ai kishte shok, kishte familje, kishte fqinj, por vetmia e njeriut që ndjen se askush nuk e kupton plotësisht atë që ndjen, atë që mendon, atë që dëshiron. Ishte lloji i vetmisë që nuk e shëron dot shoqëria nëse ajo shoqëri nuk flet gjuhën tënde të brendshme. Kishte pasur disa vajza nga fshati dhe fshatra fqinje me të cilet fliste her pas here, por asnjëra nuk kishte ndezur asgjë të veçantë në zemrën e tij. Kishin qenë vajza të mira, të ndershme, të rritura me të njëjtat vlera,
Por me gjithë respektin që u kishte, nuk kishte ndjerë asnjëherë atë tërheqje të madhe, atë dëshirë për t'i njohur, për t'i kuptuar, për t'i mbajtur pranë. Ndoshta sepse ishte shumë familjar me to, ndoshta sepse njoheshin si fëmijë, ndoshta sepse nuk kishte mister, nuk kishte distancë, nuk kishte asnjë gjë të panjohur. Dhe Gentriti, pa e ditur, kishte urinë e saj, urinë e të panjohurës, urinë e diçkaje që nuk i kishte thënë emër, urinë në një lidhje me dikë që nuk e dinte kush ishte, njeriu i vërtet pas profilit, para ekspozimit të plot, para shqetësimeve të zakonshme të jetës. Kjo uri kishte ndenjur e gjumt brenda tij si prushin nën hi, gati të shuhet, por gati edhe të ndizet. Duhej vetëm një shkëndij. Nata kur gjithçka filloi, nuk kishte asgjë të veçantë. Ishte një mbrëmje e zakonshme vjeshte. Gentriti u ndal. Lexoi 2 herë, 3 herë. Nuk ishte thjesht një koment i zakonshëm i rrjeteve sociale. Shumica e komenteve ishin shkurtra, të menjëhershme, emoji, një fjalë, 2 fjalë. Por ky kishte gojë, kishte mendim prapa, kishte ndoshta edhe ndjenjë. Klikoi mbi profilin. E para gjë që pa ishte fotografia e profilit, por jo ashtu siç e vëzhgon zakonisht dikë me kureshtje. Ishte një foto e thjeshtë, e bërë duket se spontanisht, me dritë natyrale, dhe ajo dritë kishte rënë mbi fytyrën e saj në mënyrën më të pastër. Flokët e errët që binin mbi supe, sytë që shikonin dikujt larg nga kamera, buzëqeshje e gjysmë, si dikush që pëqesh për diçka që dikush tjetër i ka thënë, jo për kamerën. Gentriti ndjeu diçka të shpejt në qoks. Profili quhej Alea Ferreti, Itali. Disa foto nga qytete me shumë ngjyra, disa foto nga deti, disa foto librash, kafeje dhe ndonjë mace në dritare. Nuk kishte shumë foto vet, dhe kjo paradoksalisht e bënte edhe më interesante. Ishte si dikush që nuk donte të shihej, por nuk donte as të fshihej. Ai u mendua pak, pastaj i shkroi. Ishte kaq e thjeshtë dhe kaq e komplikuar njëkohësisht. Atë natë ai shkroi 2 fjali, një falenderim për komentin dhe një pyetje e lehtë për Kalit. Pastaj e lëshoi telefonin mbi batanie dhe u shtriu duke pritur gjumë, pa e ditur fare se ato 2 fjali do ta ndryshonin gjithçka. Ajo ju përgjigj të nesërmen. Pastaj ai shkroi përsëri. Pastaj ajo, pastaj ai. Dhe kështu filloi. Jo me bum të madh, jo me deklarata romantike, jo me premtime. Filloi si diçka e lehtë, si letra të 2 njerëzve kurioz që nuk kishin asgjë për të humbur. Ata flisnin për kafenet, për librat, për muzikën. Ajo i tregoi për Milano, rrugët e saj të preferuara, kafenet ku shkonin miqtë e saj, atmosferën e qytetit në mëngjes kur nuk kishte akoma shumë njerëz. Ai i tregoi për fshatin, për malin, për heshtjen e mëngjeseve kur dielli ngrihej prapa korabit dhe lyente gjithçka me ngjyrë të artë. Alea ishte kureshtare, jo me mënyrën sipërfaqësore të shumë njerëzve online. Ajo pyeste gjëra të vërteta, të detajuara. Si ishte familja e tij? Si ishte jeta atje? Çfarë bënte të qeshte? Çfarë bënte të trishtohej? Gentriti ndjente kur ajo lexonte me vëmendje, jo thjesht dëgjonte, por vërejnte, kthehej mbrapa, pyeste diçka bazuar mbi atë që kishte thënë 3 ditë më parë. Ky ishte gjëja e parë që e bëri zemrën e tij të hapte. Kjo vëmendje, kjo kujdes i heshtur. Brenda pak javësh, bisedat e tyre kishin kaluar nga mesazhe të shkurtra në mesazhe të gjata. Mesazhe që ndoshta zinin 2 ekrane vertikale, me detaje, me histori, me reflektime. Gentriti zbulonte se shkruante gjëra që nuk i kishte thënë kurrë me zë askujt. Shkruante për ndjenjën e tij të vetmisë, për ëndrat e tij të paqarta, për mënyrën se si shihte botën. Dhe Alea, jo vetëm nuk e gjykonte, por i tregonte diçka të sajën gjithmonë si përgjigje. Diçka po aq të sinqertë, po aq personale. Ishte si ai fenomeni rrallë kur gjeni dikë që flet të njëjtën gjuhë të brendshme. Kur fjalët shkojnë direkt, pa filter, pa nevojën e shpjegimit të kontekstit. Gentriti ndjente se e kuptonte Alean, edhe pse nuk kishte parë kurrë Italin, edhe pse nuk e kishte takuar kurrë, edhe pse gjithçka mes tyre ekzistonte vetëm brenda atij ekrani të vogël. Por njeriu ka nevojë për iluzione, ka nevojë të besojë, dhe Gentriti nisi të besojë. Mendja e njeriut ka një aftësi të çuditshme dhe njëkohësisht të rrezikshme. Aftësinë për të mbushur boshllëqet. Kur nuk e njeh dikë plotësisht, mendja jote nuk mbetet e zbrazët.
ajo mbush automatikisht çdo gjë që nuk di me atë çfarë dëshiron të jetë e vërtetë. Është si të pikturosh një tablo me shumë zbardhje. Mendja jote i mbush ato ngjyrat që i dëshiron. Gentriti e bënte këtë me Alejan, pa e kuptuar fare. Kur ajo nuk i përgjigjej mesazhit të tij, ai mendonte se ishte e zënë me diçka të rëndësishme, e ndoshta me ndonjë kurs universitar, me ndonjë projekt, me diçka serioze. Jo se kishte harruar, jo se kishte humbur interesin, jo, absolutisht jo. Sepse njerëzit si Aleja, njerëzit kaq të ndjeshëm dhe kaq të thellë, nuk ishin të atij lloji. Kur ajo i shkruante diçka pak konfuze, apo diçka që mund të kishte dy interpretime, Gentriti zgjidhte gjithmonë interpretimin më të pozitiv, më të bukur. Ajo kishte thënë diçka të paqartë për lirinë dhe mundësitë. Gentriti e kishte interpretuar si dëshirë për aventurë, për njohuri të reja, ndoshta edhe si shenjë se ajo ishte e hapur ndaj gjërave të papritura si ai, jo si sinjal se vlerat e saj ishin thellësisht ndryshe nga tijat. Her pas here, Aleja i kishte treguar gjëra nga jeta e saj sociale, miqt, ngrënjet jashtë, festimet me ndonjë rast. Gentriti i kishte dëgjuar, por i kishte vendosur pa ndërgjegjësim një filtr. Ai shikonte ato gjëra si pjesë të jetës normale italiane, jo si tregues të një mënyre jetese që ai nuk do ta kuptonte, nuk do ta pranonte, ndoshta nuk do ta duronte. Jo, ai kishte zgjedhur ta shikonte vetëm bukurinë e asaj jete, leftësinë e saj, lirinë e saj. Dhe pamja e saj, pamja e saj. Kishte kaq pak foto në profilin e Alejas, por Gentriti i kishte studiuar të gjitha me kujdes të posaçëm. Ai kuptonte tani Me njëherë si ai. Imagjinonte biseda të gjata mbi natë, shëtitje me kal nëpër arat e malit, mbrëmje me familjen e tij ku ajo do të integrojë natyrshëm, duke qeshur, duke kuptuar. Vetë fjalën dashuri, Gentriti e kuptonte si gjë konkrete dhe të qëndrueshme. Për të, dashuria ishte vendim, ishte besnikëri, ishte qëndrim, ishte e ardhmja e ndërtuar bashk. Ky ishte modeli i dashurisë që kishte parë te prindërit e tij, te xhaxhallarët, te fshatarët e moshuar. Dashuri pa shumë fjalë, pa shfaqje publike, por me rrënjë aq të thella sa nuk i lëvizte asnjë stuhi. Por Aleja ishte rritur në botë tjetër, me narrativa të tjera, me pritshmëri të tjera, dhe Gentriti nuk e dinte fare. Ai ndërtonte fshehura si kështjellën e tij, gur mbi gur, ditë pas dite, mesazh pas mesazhi. Kur her pas here ndjente një shqetësim të vogël, kur diçka nuk shkonte, kur një reagim i Alejas nuk ishte siç e kishte pritur, ai e mbulonte shpejt me racionalizimin e tij. Ishte e lodhur, ishte e zënë, nuk e kuptoi mirë online. Ishte shenjë normale e ndarjes fizike, jo ndarjes shpirtërore. Kjo vetmashtrimi, ky lloj i butë, i dashur, i mirëdashëm vetmashtrimi, ishte ndërtim materiali kryesor i kështjellës së tij. Dhe ndërkohë, muret rriteshin. Gentriti filloi të fliste pak edhe me nënën e tij, jo direkt, jo me emra, jo me detaje, por filloi të hedh shpresat e tij me fjalë të studiuara. Fliste për njeri të mirë që e kishte takuar, për komunikim të vërtet, për gjëra serioze. Nëna e dëgjonte me syte atij lloji, syte nënave që din por nuk pyesin ende, që presin kohën e duhur. Babai nuk fliste kurrë për gjëra të tilla, por një herë, kur ishin duke punuar bashkë në ardh dhe Gentriti qante pa arsye të qartë, jo qante me lot, por kishte atë shprehje të njeriut që mendonte shumë, babai e kishte shikuar dhe kishte thënë vetëm, mos e nxito, gjë nuk vjen me nxitim. Dhe kjo fjalë kishte gjetur vend të thellë brenda tij. E kishte bujtur, e kishte lëshuar rrënjë si bim mali që kapin gurin, edhe ku toka është e pakët. Muajt kalonin dhe bisedat e tyre bëheshin gjithnjë e më intensive. Kishte ditë kur flisnin në orë të tëra, fillonin herët paradite dhe mbyllnin vonë natën, me pauza të shkurtra kur njëri prej tyre duhej të bënte diçka, por me rikthim gjithnjë. Kishte fituar ritmin e një zakoni, të diçkaje të domosdoshme, si kafja e mëngjesit, si dreka, si gjumi natën. Gentriti kishte filluar të zgjohej me mendimin e Alejas, jo me mendimin e punës, jo me mendimin e familjes, me mendimin e saj. Nëse kishte fjetur keq, gjëja e parë që donte ishte telefoni. Të shihte nëse kishte mesazh,
të shihte nëse kishte qenë aktive gjatë natës, nëse kishte lënë ndonjë shenjë të pranisë së saj. Dhe her pas here kishte. Ajo shkruante natën, shpesh natën vonë, kur sipas Gentritit duhet të kishte flë. Ky detaj i vogël, ky fakt se edhe ajo qëndronte zgjuar me telefon natën, e bënte Gentritin të ndjehej i zgjedhur, i veçantë, si askush tjetër. Ndërkohë, Aleja kishte filluar të tregojë edhe më shumë nga jeta e saj. I kishte treguar për familjen e saj, baban që punonte shumë, nënën që i donte muzikën, vllain e vogël që e lodhte dhe njëkohësisht e bënte të qeshte. I kishte treguar për Milanon me të gjitha tingujt dhe ngjyrat e tij, për festën e një ritmiku, për ekspozitën e artit ku kishte shkuar mbrëm, për restorantin e preferuar me pasta artigjanale. Gentriti i dëgjonte gjithçka me kënaqësi, por ndoshta nuk i kuptonte plotësisht. Jo sepse nuk kishte mend, por sepse jeta që ajo përshkruante ishte kaq e largët nga e tija sa duket si film. Ekspozit arti, pasta artigjanale, festat e qytetit. Këto ishin gjëra që ai i kishte dëgjuar si emra, por nuk i kishte ndjerë si realitet. Por edhe ky distancë, edhe kjo largësi kulturore, e bënte atë edhe më magjepse. Ajo ishte diçka e re, diçka ndryshe, diçka e jashtëzakonshme në botën e tij. Dhe Gentriti i ndjente se ky ndryshim ishte bukuri, jo pengesë. Kur Aleja i tha herën e parë se e gjente shumë të ndryshëm nga djemtë e tjerë, Gentriti u ndije si të kishte shpëtuar në lumë dhe dikush i kishte hedhur dorën. Ajo e vlerësonte të njëjtën gjë për të cilën ai kishte ndjerë gjithnjë pak siklet, qetësinë e tij, thellësinë e tij, mënyrën se si fliste me kujdes. Ndjeu se e kuptonte, ndjeu se e shihte, dhe kjo e bënte ta dashuronte edhe më shumë. Fjala dashuri, Gentriti e kishte shqiptuar brenda vetes shumë herë tashmë, por asnjëherë nuk e kishte shkruar. Jo sepse nuk ndjente, por sepse dinte se kjo fjalë kishte peshë, kishte pasoja, kishte kuptim real. Dhe ai e respektonte kaq shumë sa nuk e hodhte lehtë. Por nata kur e shkroi, nata kur e dërgoi, ishte si hedhja e një guri të rënd në liçen të qetë. Dallgët filluan menjëherë. Kishte qenë vonë, ai kishte qenë gjysmë i fjetur. Aleja i kishte shkruar diçka. Menduar shumë, duke vepruar nga ndjenjet e ty të pafiltruar, kishte shkruar: "Mendoj se jam duke u dashuruar me ty." Kishte shtyr dërgim. Pastaj kishte mbyllur sytë dhe kishte pritur. Zemra i rrithte fort. Ishte heshtje e gjatë. Shumë minuta kaluan pas një zhvillim. Pa duke lexuar, pa reagim emoji, asgjë. Gentriti u çua dhe u ul prap. U çua prap dhe shkoi të pi ujë. Erdhi, shikoi telefonin. Asgjë. Pastaj, rreth 20 minuta më vonë, Gent. Edhe unë di diçka të fortë, por leta jëm të rjedh, jo ta emërtoj mende. Ashtë mirë kështu? Gentriti lexoi 2 herë, 3 herë. Çdo gjë tjetër e kishte anashkaluar. Kishte dëgjuar vetëm edhe unë di diçka të fortë. Kaq ishte. Kaq mjaftoi. Ai ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer kurrë. Jo lumturi e rëndomt, por atë gjendje specifike të lumturisë që vjen kur besoj se diçka shumë e dëshiruar është bërë e mundur. Kishte fjetur atë natë duke buzëqeshur. Çfarë ndjente Aleja? Kjo pyetje është e rëndësishme dhe e ndershme, sepse historia kërkon drejtësi për të dy personazhet, jo vetëm për njërin. Aleja Ferreti ishte njëri i vërtet, me kompleksitetin e vet, me historinë e vet, me kontraditat e veta. Nuk ishte as heroine pastër, as keqbërse. Ishte thjesht një vajzë e rritur në një ambient shumë ndryshe nga Gentriti, me vlera shumë ndryshe, me pritshmëri shumë ndryshe, dhe me ndjeshmëri të vërtet që e kishte çuar drejt kësaj lidhjeje pa e menduar plotësisht pasojat. Ajo kishte njohur Gentritin rastësisht, ashtu siç ndodhin shumë gjëra online, pa plan, pa synim. Kishte komentuar foton e Kalit, sepse kishte qenë e lodhur, dhe foto kishte pasur diçka të qetë, të vërtet, ndryshe nga miliarda foto të tjera të studiuara. Ishte reagimi i çastit, por pastaj kishin filluar të flisnin, dhe Gentriti kishte, duhet pranuar, ndryshe. Jo sepse ishte i egër apo i thjesht, siç mendohet ndonjëherë me paragjykim, por sepse kishte diçka autentike. Nuk performonte, nuk bënte gjërat e zakonshme që bëjnë shumë djem kur flirtojnë, komente sipërfaqësore, komplimente të mërzitshme, pyetje të parashikueshme. Gentriti fliste si dikush që mendonte vërtet, si dikush që kishte diçka reale të thoshte. Dhe kjo e kishte surprizuar Alejan, gjallëruar.
e kishte bërë kureshtare. Por Alea, dhe kjo ishte e rëndësishme, nuk kishte qenë vetme në asnjë moment. Ajo jetonte jetën e saj plot, me miqt, me studimet, me aktivitetet e shumta. Gentriti kishte qenë, me gjithë mirësinë e mundshme të kësaj fjale, projekti i saj interesant, diçka ndryshe, dikush ndryshe, dikush nga një botë tjetër. Ka një ndryshim mes ndjej diçka dhe jam e dashuruar. Dhe Alea e dinte këtë ndryshim shumë mirë se Gentriti. Kur ajo kishte shkruar ndjej diçka të fortë, kishte qenë e sinqertë, po ndjente diçka. Por ajo diçka kishte kufinj, kishte hapësirë, nuk kishte atë absolutizëm total që kishte te Gentriti. Ishte kureshtje, ngrohtësi, magjepsje, por jo vendim, jo e ardhmja, jo kështjella. Alea ishte vajzë e lirë, dhe kjo liri nuk ishte vetëm gjeografike, ishte filozofi. Ajo besonte në jetën si eksperiment, si hapje ndaj gjërave pa i planifikuar. Nuk mendonte shumë para se të hidhte hap, por nuk mendonte shumë as për pasojat. Ky nuk ishte egoizëm, ishte mënyrë të qenit. Kur kishte vendosur të shkonte në Shqipëri, nuk kishte qenë vendim i madh dramatik për të. Kishte qenë aventurë, kishte qenë, pse jo, do jetë interesante, do shikoj diçka ndryshe, do takoj Gentritin personalisht, do kuptoj nëse ky çuditëri virtual ka vlerë edhe jashtë ekranit. Nuk kishte para të vizitë si hap drejt lidhje serioze, si konfirmim të asgjëje, si premtim. Kishte parë si ekspedicion. Gentriti, nga ana e tij, e kishte parë si rrugë drejt dashurisë. Dy njerëz, i njëjti veprim, kuptime kaq të ndryshme. Dhe mes atyre dy kuptimeve të ndryshme, shtrihej një grop, e padukshme nga larg, e rrezikshme nga afër. Ka gjithmonë shenja, gjithmonë. Nuk ka situatë njerëzore ku nuk ka pasur shenja para katastrofës, por shenjat, sidomos ato të dashurisë, kanë këtë cilësi të çuditshme. Shfaqen plotësisht të qartë vetëm kur i shikon pas. Kur shikon para, i sheh si gjëra normale, si rastësi, si mirëkuptim të zakonshëm. Gentriti kishte pasur shenjat e tij, shumë nga to. Kishte qenë hera kur Alea kishte thënë se nuk besonte në marrëdhënie ekskluzive para se të kishte takuar dikë personalisht. Gentriti kishte marrë frym pak rënd, por kishte menduar, kjo është e kuptueshme, ka sens. Edhe ai nuk do ta bënte të kundërtën, nuk do ta quante dikë të tijin para se ta takonte. Kishte menduar se po thonin të njëjtën gjë, por nuk po thonin. Ajo po thoshte, unë nuk jam e zonja jote tani. Ai po kuptonte. Mund ta kuptoj pse nuk e thot ende, por jam e zonja ime në zemër. Kishte qenë hera kur ajo i kishte treguar se kishte darkuar me ndonjë mik dhe kishte shtuar me humor. Tipi me të cilin festova ditëlindjen muajin e kaluar. Gentriti kishte ndjerë diçka të sikletshme, por kishte kërkuar sqarim, dhe ajo kishte sqaruar natyrshëm. Mik i vjetër nga shkolla. Gentriti kishte thënë, "Okej", por zemra i kishte mbetur pak e ngujuar atë natë. Kishte qenë hera kur e kishte pyetur, "Çfarë do të thotë për ty një marrëdhënie e shëndetshme?" Alea kishte shkruar një përgjigje të gjatë, e bukur, e menduar, por tek fundi kishte shtuar. Dhe mbi të gjitha, liri. Dy njerëz të plot që zgjedhin njëri tjetrin çdo ditë, pa e zotruar njëri tjetrin. Gentriti lexoi dhe mendoi, sa bukur, por nuk e kuptoi thellësinë e asaj fjale, liri. Për të liri ishte gjë e zakonshme. Dashuria kishte liri brenda saj natyrisht, por për Alean, ajo fjalë kishte peshë specifike, kufi specifik, kuptim shumë konkret që do të shfaqej vetëm kur të arrinin fytyrë për fytyrë. Kishte qenë gjithashtu hera kur Gentriti kishte treguar për familjen e tij, si jetonte, si punonin bashk, si hanin bashk çdo mëngjes, si fqinjet i njihnin njëri tjetrin me emrin e babait dhe gjyshit. Alea kishte dëgjuar me kureshtje dhe kishte thënë, si film, sikur nuk beson se ekzistojnë vende të tilla. Kishte qenë kompliment, por kishte qenë edhe distancë. Kjo largësi e fshehtë mes sa interesante dhe ky është edhe mundi im. Gentriti nuk e kishte dalluar. Kishte qenë edhe mënyra si ajo fliste për të ardhmen, gjithnjë e paqartë, gjithnjë me mundësi të shumta. Ndoshta do të studioj jashtë, ndoshta do të bëj karrierë në Milano, ndoshta do të udhëtoj vitin tjetër, nuk e di ku. Ndoshta.
Gentriti ndoshtat I kishte interpretuar si hapur, si hapësi brenda të cilave ai mund të futet, jo si sinjalet e njeriut që nuk planifikonte dot as veten, lëre të mos planifikonte dikë tjetër. Por shenjat më të qarta kishin ardhur nga mënyra si flisnin kur konversacioni prekte temat konkrete të jetës praktike. Herën e fundit para vizitës, Gentriti e kishte pyetur: "Kur vjen, do të dal familja ime për të darkuar bashk?" Kishte shpruar me siguri, si gjë normale, si që ishte normale për të. Kur vjen dikush I rëndësishëm, familja del, familja është prezente. Kjo ishte kodi I tij kulturor, I trashëguar dhe I natyrshëm. Aleja kishte heshtur pak, pastaj kishte shkruar: le të shikojmë si shkojnë gjërat kur arrin, jo? Ndoshta fillimisht vetëm ne dy." Gentriti kishte marrë mesazhin, kishte menduar: do të thotë të fillojmë nga bal, t'i lëm gjërat të rrjedhin natyrshëm, edhe kjo ka sens. Por Aleja po thoshte: nuk jam gati për familjare, nuk jam gati për gjë zyrtare, nuk jam gati për presionin e prezantimit, sepse kjo vizit nuk është ajo që ti mendon. Paralajmërimet kishin ardhur aty, Gentriti nuk kishte pasur sy për to. Kur Aleja konfirmoi datën e vizitës, Gentriti nuk fjeti mirë për 3 netë radhazi. Jo nga ankth, nga emocion, nga jo gjendje specifike kur zemra jote nuk qëndron dot e qetë, kur mendimet shkojnë me vrap dhe nuk I ndalon dot, kur çdo detaj I vogël I jetës bëhet I ndritur nga brenda sepse çdo gjë të kujton gjën e madhe që po pret. Ai filloi të planifikojë me kujdes atë që asnjëherë në jetë nuk e kishte planifikuar. Takimin e parë. Ku do ta priste? Kishte menduar ta priste direkt te stacioni I autobusit, por pastaj kishte menduar se ndoshta ajo do vinte me makinë. Kishte menduar ta priste në qytet, të kishin drek të qetë vetëm ata dy. Kishte menduar edhe shtëpinë, por e kishte lënë opsion të dytë, sepse e mbante mend fjalën e saj, ndoshta fillimisht vetëm ne dy. Kishte biseduar me nënën e tij, jo shumë, jo me detaje, por kishte thënë se do vinte dikush, një njohuri, dhe nëna kishte kuptuar menjëherë se kjo nuk ishte thjesht njohuri. Kishte kuptuar nga mënyra si djali I saj fliste, me zë pak më të lartë se zakonisht, me nervozizëm të fshehur, me atë shprehje specifike të njeriut që kujdeset. Nëna kishte hyrë në modalitetin e saj natyral, dogatisin diçka të mirë. Gentriti e kishte ndalur: "Jo ende nën, le të takohemi fillimisht." Nëna kishte heshtur, por kishte vazhduar të planifikonte fshehurazi, si bëjnë gjithmonë nënat. Babai kishte pasur reagimin e tij karakteristik: asgjë, asnjë pyetje, asnjë koment. Kishte vazhduar punën si të mos kishte dëgjuar asgjë. Por Gentriti e dinte, babai dëgjonte gjithçka dhe nuk thoshte asgjë. Ishte lloji I tij I mbështetjes. Gentriti kishte menduar edhe rrobat. Kjo ishte gjë e re për të. Ai nuk mendonte kurrë rrobat. Kishte 3 polo shirt dhe 2 palë xhinse, siç kishin shumë djemë të tij moshe në fshat. Kishte shkuar me shokun e tij Adriani në qytet dhe kishte bler diçka pak më të mirë, një këmishë thjesht por e pastër, xhinse panjolla, këpucë të lara mirë. Adriani, shoku I tij I vetëm I vërtet, kishte qeshur pak kur kishte kuptuar se Gentriti po merrte seriozisht edhe zgjedhjen e parfumit. Kishte thënë: "Gent, ti po bëhesh si nuse paradasme." Gentriti kishte qeshur edhe ai, por pa e ndalur planifikimin. Kishte menduar shumë edhe çfarë do të thoshte. Kishte menduar si do të fillonte bisedën, si do të ishte natyral, si nuk do të dukej I nervozuar. Kishte praktikuar para pasqyrës, gjë të cilën nuk e kishte bërë kurrë dhe e kishte ndier kaq budallaqe sa kishte ndalur pas 5 sekondash, por kishte vazhduar të mendoj. Kishte menduar edhe momentet e vogla. Nëse do të kishte pushim të vështirë, çfarë do të bënin? Kishte menduar se mund t'i tregonte qytetin, mund ta çonte të shihte panoramën nga mali. Kishte menduar se ndoshta do të ecnin bashk, do të flisnin, do të qeshnin, dhe pastaj gjithçka do të ndodhte natyrshëm, siç ndodh tek filmat, kur dy njerëz që tashmë e dinë se do të jenë bashk, takohen fytyrë për fytyrë. Ishte konstruktuar aq mirë ky skenar në mendjen e tij, aq I detajuar, aq I ngjyrosur, sa Gentriti tashmë e kishte jetuar atë takim 10 herë para se të ndodhte. Dhe kjo ishte pikërisht problemi. Kur jeton diçka shumë herë në mendje para se ta jetosh vërtet, realiteti ka shumë vështirësi të konkurojë. Mendja e ka tashmë rrugën e saj, ka shtigjet, ka reagimet, ka emocionet, dhe kur realiteti nuk ndjek ato shtigje, kur hyn nga dera e gabuar, me ritmin e gabuar, me tingullin e gabuar, njeriu nuk e percepton si të ndryshëm, e percepton si të gabuar. Gentriti nuk e dinte ende këtë, por do ta mësonte shumë shpejt. Mëngjesi I ditës kur mbëriti Aleja hillui me shi të lehtë.
Gentriti u zgjua para ziles. Para se të sillte në përmendje çfarë dite ishte, trupi e dinte. Kishte atë lloj zgjimi të menjëhershëm, pa tranzicion mes gjumit dhe qofsit, si njeriu që ka ndetur gjithë natën gjysmë sy hapur duke pritur. U ngrit, u la, u vesh, dhe nga çdo gjë bëri më shumë kohë se zakonisht. Nëna kishte zënë kuzhinën herët, kishte bërë kafe, kishte gatuar diçka, edhe pse Gentriti i kishte thënë ta linte. Kishte ndier erën e bukës së furrës që bëhej, dhe kjo erë specifike e shtëpisë kur nëna gatuante, e kishte prekur në diçka të thellë dhe primitiv. Ishte erë e sigurimit, e shtëpisë, e gjërave të njohura, dhe pikërisht atë ditë, pikërisht atë mëngjes, kjo erë e kishte bërë të ndihej edhe shumë i dashuruar me botën e tij. Kishte ngrënë pak, shumë i agjituar për të ngrënë normalisht. Kishte pirë kafen duke shikuar nga dritarja. Shiu kishte ndalur, qielli kishte filluar të hapej. Aleja kishte shkruar të mëngjesit herët, jam duke u ngritur, gati të vi. 2 fjalë të tjera dhe një emoji me zemër. Gentriti kishte lexuar ato 2 rreshta 20 herë. Kishte marrë makinën e xhaxhait, sepse ai kishte makinë, Gentriti jo, dhe kishte shkuar drejt qytetit ku kishin rënë dakord të takoheshin. Kishte ndetur 15 minuta para kohe. Kishte qëndruar te makina, pastaj kishte dalë, pastaj kishte hyrë prap. Kishte kontrolluar telefonin çdo 2 minuta. Pastaj kishte parë autobusin. Kishte parë njerëzi duke zbritur. Dhe pastaj, atje, mes rrjedhës së njerëzve, kishte parë alejan. Ky moment specifik meritonte të ndalonte, sepse ishte si 2 kohë paralele që përplaseshin. Kishte aleja në imagjinuar, ajo nga fotografit, ajo nga bisedat, ajo nga ndërtimi i tij mujor i kujdesshëm, dhe kishte aleja në vërtet. Dhe çuditërisht, ato të dyja kishin shumë ngjashmëri fizike, por kishin diçka tjetër të ndryshëm, diçka që nuk kishe si ta shpjegoje. Aleja e vërtet ishte pak më e shkurtër se kishte imagjinuar. Kishte rrobat e udhëtimit, xhinse, xhakete lehtë, çanta e vogël mbi sup. Flokët i kishte lidhur pak lart nga nxehtësia. Ishte duke parë telefonin kur zbriti, me shprehjen e dikujt që ishte pak i lodhur por jo e shqetësuar. Gentriti doli nga makina. Ajo e pa, buzëqeshi, dhe buzëqeshja e saj ishte saktësisht si në fotografi. Kjo ishte e njëjtë, e lehtë, e gjysmës, e hapur, por me rezervë. Ata u afruan njëri tjetrit, dhe pastaj, kjo ishte momenti i parë i vërtet ku gjërat shkuan ndryshe nga skenari. Ata nuk dinin si të përshëndeteshin. Gentriti kishte hapur krahët pak, instikti i tij, mënyrë se si përshëndetej me njerëzit e njohur. Por Alea kishte shtrirë dorën, lëvizje saj e natyrshme, italiane, e qytetit. Kishte qenë ai momenti i papëlqyeshëm kur 2 lëvizje përplaseshin dhe asnjëra nuk kryhet plotësisht. Gentriti i hoqi krahët, shtroi dorën edhe ai. Ata u shtrënguan dorës, por ishte siklet, ishte e ngurtë, ishte jo ajo që asnjëri prej tyre kishte imagjinuar. Ishte vetëm sekonda e parë, por ajo sekond kishte vendosur tonin. Hapat e parë pas takimit janë gjithmonë shumë të rëndësishëm. Ata vendosin ritmin, vendosin temperaturën, vendosin hapësirën mes njerëzve. Dhe hapat e parë të Gentritit dhe Aleas, fizikisht, emocionalisht, kishin qenë të çrregullt. Kishin ecur drejt makinës. Gentriti kishte marrë çantën e saj, instinkt kulturor, gjë e zakonshme. Ajo kishte thënë, nuk ka nevojë e mbaj vet, instinkti i saj, gjë e zakonshme. Kishte qenë ndërveprim i vogël i parëndësishëm, por kishte lënë pas vetes një gjurmë të hollë sikletshmërie. Kishin hipur në makinë. Gentriti kishte filluar të drejtonte. Kishte heshtje. Heshtja e parë mes 2 njerëzve që kanë folur me muaj është gjë e çuditshme. Online, heshtja nuk ekziston si koncept, ose flet, ose nuk flet, por nuk ndjen asnjëherë peshën fizike të mungesës së fjalëve. Por brenda makinës, ajo peshë ishte aty, e pranishme, si pasagjeri i tretë. Gentriti kishte menduar 10 gjëra për të thënë, por të gjitha i dukeshin ose shumë formale, ose shumë intime, ose shumë të parashikueshme. Ai që fliste kaq lehtë me shkrim, papritur nuk dinte nga t'ja fillonte me gojë. Alea ishte duke shikuar nga dritarja. Shikonte qytetin, jo me interes të veçantë, por me atë vëzhgimin e natyrshëm të dikujt në vend të ri. Pastaj kishte thënë, ende duke shikuar nga dritarja, është i qetë këtu. Ishte vërejtja e thjeshtë, neutrale, por Gentriti e kishte marrë si kompliment dhe shpekua.
Po, është ndryshe nga Milano, apo jo? Këtu jeton ndryshe, ndihet ndryshe. Kishte folur pak shumë shpejt, kishte tentuar ta bënte bisedën të rrjedhshme me forcë. Aleja kishte kthyer pak kokën dhe buzëqeshur. Buzëqeshje e re kjo, pak e lodhur, pak distante. Po, shumë ndryshe. Pastaj kishte marrë telefonin dhe kishte kontrolluar diçka. Gentriti kishte shikuar drejt rrugës. Kishte ndier diçka të ftohtë në stomak. Kishin shkuar në kafenen ku kishte rezervuar tavolinë, vendi qetë jo shumë i zhurmshëm me dritë të mirë. Gentriti kishte menduar shumë për zgjedhjen e kafenes. Kishte zgjedhur me kujdes. Kur kishin hyrë brenda dhe kishin zënë vendin, Aleja kishte shikuar rrotull me atë shprehjen specifike të njeriut që vlerëson ambientin. Jo keq, por me ato sytë analitik të dikujt të mësuar me standarde të ndryshme. Kishte thënë, e re vendi. Ishte mirë, por ishte edhe distancë, ishte vëzhgim turistik, jo ngrohtësi. Gentriti kishte urdhëruar kafe. Kishte pyetur Alejan çfarë donte. Ajo kishte pyetur nëse kishin ndonjë flat white. Kamarieri kishte parë me sytë e zbrazët. Gentriti kishte shpjeguar çfarë donte kamarieri dhe ky kishte bërë çfarë kishte mundur. Ishte detaj i vogël, krejt i parëndësishëm, por Gentriti e kishte ndjerë si thik të vogël, sepse kishte pasqyruar diferencën mes zbotëve të tyre. Kafja kishte ardhur, kishin filluar të flisnin, dhe kjo ishte surpriza e dytë, sepse online bisedat e tyre kishin rrjedhur aq lehtë. Fytyr për fytyr, kishte nevojë për kohë të ngrohjes, dhe ngrohja nuk po ndohte. Aleja fliste, po fliste, por kishte diçka ndryshe. Ishte pak formale, kishte distancë, nuk ishte atë intimitet spontan që Gentriti kishte ndjerë gjithnjë online. Flisnin për udhëtimin, për rrugën, për lodhjen, gjëra normale, gjëra sipërfaqësore. Gentriti dëgjonte me vëmendje, ndoshta shumë vëmendje, dhe kjo vëmendje tepër e bënte ndoshta edhe atë të ndjehej i studiuar. Ishte ajo dinamika e sikletshme, kur njëri dëshiron shumë dhe tjetri nuk di saktësisht çfarë dëshiron. Pas kafes kishin vendosur të ecnin pak nëpër qytet. Gentriti donte t'i tregonte diçka, jo si tur, por natyrisht. Aleja e kishte pranuar. Kishin ecur. Gentriti ishte prezantues i mirë kur fliste për gjërat që njihte. Kishte treguar me krenari të butë historinë e lagjeve. Kishte treguar ndonjë detaj të interesant. Kishte qenë i gjallë. Dhe Aleja kishte dëgjuar, me kurreshtje të vërtet. Kishin pasur disa momente të mira gjatë shëtitjes. Kishte qeshur një herë kur ai kishte treguar histori të vogël për sheshin, qeshje e vërtet, e hapur. Por pastaj, dhe ky pastaj ishte vendimtar, kishin kaluar afër grupit të burrave të moshuar që rrinin ulur te këndi i zakonshëm, duke shikuar me atë vëzhgimin e gjithditshëm karakteristik. Njëri prej tyre kishte thënë diçka, jo keq, jo fyes, por kishte thënë diçka në shqip me atë tonin e qytetit të vogël. O Gent, e ke sjell gocën nga Italia, me buzëqeshje, me kurajon e njeriu të vjetër që flet lirshëm. Gentriti kishte skuqur pak, kishte thënë diçka të shpejtë dhe kishte vazhduar ecjen. Aleja kishte kuptuar tonin edhe pa kuptuar fjalët. Kishte pyetur, çfarë tha? Gentriti kishte hezituar sekond, pastaj kishte thënë, asgjë e rëndësishme, thjesht përshëndetje. Aleja e kishte vërejtur hezitimin, kishte marrë frymë me hund dhe kishte vazhduar të ecte pak pas tij. Ky ishte moment i vogël, por kishte ndriçuar diçka. Gentriti kishte zgjedhur ta mbyllte, ta fshehte, ta zbe. Jo nga keqdashje, nga turp, nga dëshira për ta mbrojtur nga vëmendja jo e nevojshme. Por Aleja kishte ndjerë mungesën e transparencës, kishte ndjerë se kishte diçka që nuk po i thuhej. Dhe ky ndjesi i kishte ngritur mure, të holla, por reale. Pas dite, kishin shkuar në park. Ishte qetë atje, me disa familje me fëmijë, ndonjë çift i moshuar. Kishin zënë stolin dhe Gentriti, duke ndjerë se duhej të bënte diçka, duhej ta çonte situatën diku, kishte tentuar të fliste për gjërat online. Kishte tentuar të rigjente atë dinamikën e bisedave të tyre të hershme. Kishte thënë, kur ti shkruaje ato mesazhe natën vonë, mendoja gjithnjë. Dhe Aleja e kishte ndërprer butësisht. Gent, mos e krahaso online me tani, janë ndryshe. Kishte thënë thjesht, pa të keq, por kishte rënë sigur. Gentriti kishte heshtur. Aleja kishte vazhduar. Nuk do të thotë gjë keq, thjesht online është lehtë. Tani jemi këtu, jemi dy njerëz të vërtet.
le ta lëm të rrjedh. Gentriti kishte tundur kokën, por brenda kishte ndjerë diçka që nuk kishte emër ende, diçka mes zhgënjimit dhe frikës. Ai e kishte lënë të rrjedh, por ai nuk kishte kuptuar nga donte të rrjedhte ajo. E kishte lënë të rrjedhte drejt saj. Alea po thoshte të rrjedh sipas natyrës së vet. Drejtimi i rrjedhjes ishte i ndryshëm. Atë mbrëmje kishte ndodhur gjëja që Gentriti kishte dashur ta shmangte, por nuk kishte gjetur mënyrë. Nëna e tij kishte insistuar, jo me agresivitet. Asnjëherë nëna e Gentrits nuk bënte asgjë me agresivitet, por kishte insistuar me atë mënyrën e saj të butë dhe të pathyeshme. Kishte gatuar, kishte rregulluar tavolinën, kishte thënë nëpërmjet Gentritit si interpret se do ishte mirë të hanin bashk, vetëm ata si familje, pa shumë njerëz, qetë. Gentriti e kishte transmetuar ftesën te Alea me fjalë të studiuara, me ton sa më neutral. Alea kishte hezituar, kishte thënë, "Është pak herët për", kishte lënë fjalin pa përfunduar. Gentriti kishte thënë, "Nuk ka presion, thjesht dark, nëna ka gatuar." Kishte folur me tonin e njeriut që minimizon diçka të madhe duke e paraqitur si të vogël, por edhe ai vet nuk e besonte plotësisht atë qetësi. Alea kishte pranuar, ndoshta nga mirësjellja, ndoshta nga kureshtja, ndoshta sepse nuk kishte plan tjetër. Dhe kjo pranim me rezervë kishte qenë shenjë e tretë që Gentriti nuk e kishte parë. Shtëpia e Gentritit ishte shtëpi tipike, e madhe, e vjetër, e pastër, me orendit tradicionale, me fotot e familjes mbi mure, me tryezën e madhe druri që kishte dëgjuar shumë biseda gjatë viteve. Kishte erën specifike të shtëpive të vjetra shqiptare, erë guri, erë druri, erë gatimi. Kur hyn, nëna ishte aty, e veshur mirë, me buzëqeshje të gjerë, me atë ngrohtësi të pafiltruar karakteristike. Kishte thënë mirë se erdhe, me atë sinqeritet absolut të njeriut që fjet gjuhën e zemrës. Alea kishte buzëqeshur, me mirësjellje, me ngrohtësi të vërtet. Kishte thënë gracie dhe ishte thënë pak para se Gentriti të shpjegonte. Problemi ishte se pas asaj minutes fillestare mirëpritjeje, gjithçka kishte shkuar poshtë e sipër. Nëna fliste vetëm shqip, Alea fliste vetëm italisht dhe pak anglisht. Gentriti bënte interpretim mes tyre, gjë e lodhshme, gjë artificiale, gjë që prish ritmin natyral të bisedës. Çdo shkëmbim kalonte nëpër filtrin e tij, me humbje jo vetëm gjuhësore, por edhe emocionale. Nëna kishte bërë pyetje të zakonshme, si ishte Italia, si kishte qenë rruga, si ishte familja e saj. Alea i kishte përgjigjur me qetësi, por pyetjet e nënës kishin filluar të bëhen pak më specifike. Si e gjente djalin e saj, çfarë mendonte për Shqipërinë, nëse kishte qëndruar ndonjëherë me shqiptar. Gentriti i kishte shpjeguar pyetjet, por i kishte butësuar pak, kishte fshehur nuancat. Pastaj, babai kishte ardhur. Babai i Gentritit ishte njeri i heshtur por i pranishëm, kishte dhënë dorën Aleas, dorëzimi fort, shqiptar, jo italian. Kishte ulur dhe kishte filluar të hante pa shumë fjalë, por sytë e tij kishin shikuar, me atë vëzhgimin e qetë të njeriut të mençur dhe me përvojë. Darkën ata e kishin kaluar me biseda të ndara, me Gentritin si urë ndërmjetësuese mes dy botëve. Nëna kishte dashur ta ngjyros darkën me ngrohtësinë e vet, kishte sjell ushqim pas ushqimi, gatesa tradicionale, të bëra me kujdes. Aleja kishte shijuar, kishte thënë ishte i mirë gjellën, por kishte qenë e qartë se ndjeje i pak e nguljuar, pak jashtë kontekstit. Momenti i keq kishte ardhur kur nëna, me mirësinë e saj absolute dhe naivitetin e bukur të njeriut që nuk i kuptonte kompleksitetet e situatës, kishte thënë nëpërmjet Gentritit, "Djali mirë Gentriti, punëtor, i ndershëm, do bëj familje të mirë dikur." Gentritit ishte ngrirë. Kishte zgjedhur ta shpjegonte ndryshe, jo me fjalë të njëjta. Kishte thënë, "Nëna thot që jam njeri i punës." Por Alea, me atë intuitën e saj të mprehtë, kishte kuptuar se kishte shumë më tepër në atë frazë. Kishte parë syrin e Gentritit, kishte parë nënën që shikonte me ngrohtësi të thellë dhe kishte kuptuar strukturën e pritjes. Kishte kuptuar se po vlerësohej si partnere e mundshme, dhe kjo realizimi papritur e kishte mbyllur brenda vetes. Kur Gentriti e ktheu Alean te banesa ku kishte rezervuar dhomë, ata u ndan me pak fjalë. Alea kishte thënë se ishte e lodhur nga udhtimi, e vërtet ndoshta, por kishte edhe shumë gjëra të tjera prapa asaj lodhjeje.
Gentriti u kthyre me makinë duke shikuar rrugën e errët. Hera e parë ishte ndryshe nga si e kisha pritur. Kjo fjali kishte lëvizur në përmendje si një gur i hedhur në ujë. Ishte e vërteta dhe ishte e tmerrshme për ta pranuar, por edhe e pamundur ta mohoje. Kishte menduar se do ndihej si të shtëpia kur ta takonte. Kishte menduar se prania fizike e saj do ta ripohonte gjithçka që kishte ndjer online, por prania fizike kishte sjell jo vetëm ngrohtësi, kishte sjell edhe kompleksitet, kishte sjell edhe distancë, kishte sjell edhe të vërteta të papajtueshme. Alea ishte reale, kjo ishte e mirë, por reale do të thoshte gjithashtu me temperament të vet, me ritëm të vet, me pritshmëri të veta që nuk përkonte me tij. Gentriti shkoi dhe ul në terracë. Qielli ishte i hapur, yjet ishin shumë, si gjithnjë kur ishte me mendje të zënë dhe shikonte lart. Kishte ndjera të heshtjen specifike të natës në fshat, jo heshtje bosh, por heshtje e mbushur me tingujt e natyrës. Kishte menduar, ndoshta nesër do jetë më mirë, ndoshta kjo ishte thjesht lodhja e ditës së parë, ndoshta do ngroheshin me njëri tjetrin gradualisht, ndoshta, por prapa të gjithë atyre, ndoshta, kishte diçka tjetër, diçka që nuk i lejonte ta fikte plotësisht dritën e pasigurisë. Kishin qenë 25 minuta bashkë realisht, e megjithatë kishte ndjerë se dihte gjithçka për të. Tani po i dukej se nuk i dinte asgjë. Ndërkohë, në dhomën e saj, Alea po bënte reflektimin e vet. Ajo shtrihej në shtratin e hotelit dhe shikonte tavanin. Kishte marrë telefonin dhe kishte shkruar mesazh mikes të saj në Milano. Jam këtu, është e çuditshme. Ai është i mirë, por jam e shqetësuar. Mika kishte kthyer menjëherë. Në të shkuptime çuditshme? Alea kishte menduar. Pastaj kishte shkruar. Ai ka pritje, nuk di si t'i shpjegoj. Ndihem sikur nuk jam unë, por roli i dikujt tjetër. Iku. Alea. Nuk mund, jo tani. Jam këtu, do jetë e vrasht. Mika. Atëherë je e qartë me të. Alea kishte lënë telefonin mbi batanie. Kishte menduar. Po, duhet të jem e qartë. Nesër. Do flas me të nesër. Por asnjëri nuk kishte fluar dot lehtë atë natë. Mëngjesi i ditës së dytë erdhi me diell, dhe me diell erdhi edhe ajo iluzioni vogël se gjërat do ishin më mirë. Kishin dalë bashk. Gentriti kishte propozuar që ta çonte të shihte malin, jo lart, thjesht të ecnin pak në përshtigjet e poshtme, ku panorama ishte e bukur. Alea kishte pranuar. Dhe aty, mes asaj natyre, mes atij ajri të pastër, mes atij qielli të gjerë, mes asaj hapësire që nuk kishte kufi, kishte pasur momente të vërteta. Kishin ecur dhe kishte qenë lehtë fizikisht dhe pak edhe emocionale. Alea kishte hapur pak, kishte folur, jo me atë gatishmërinë e plot online, por kishte folur. Kishte treguar gjëra nga Milano, kishte pyetur për malin, kishte buzëqeshur kur Gentriti i kishte treguar histori nga fëmijëria e tij. Gentriti kishte ndjera të ngrohtësi të njohur dhe kishte menduar. Ja, po kthehet. Por Alea ndërkohë po grumbullonte kurajon. Kishin dalur te guri i madh ku shihej i gjithë lugina. Kishin qëndruar pa folur për disa sekonda. Pastaj, Alea kishte thënë, me zë të qetë por të qartë. Gjent, duhet të flas me ty rreth diçkaje. Ai kishte kthyer kokën. Kishte parë shprehjen e saj. Kishte ditur. Jo me mend, por me diçka tjetër, me atë sens primar të njeriut kur trupi kupton para mendjes. Ajo kishte folur, me ngrohtësi, me respekt, por kishte folur me qartësinë e dikujt që e ka menduar mirë dhe nuk do hedh gjysmë fjalë. Kishte thënë se e gjente atë shumë të bukur si njeri. Kishte thënë se bisedat e tyre kishin qenë të vërteta dhe kishte vlerësuar çdo gjë, por kishte thënë gjithashtu se ndjente se pritshmëritë e tyre ishin shumë ndryshe. Kishte thënë se ndjente presion të heshtur, presion kulturor, presion familjar, dhe kjo e bënte të ndjehej jo e lirë. Kishte thënë se nuk mund të ishte ajo që ai kishte ndërtuar në mendjen e tij. Fjalët e fundit ishin rënë sigur. Gentriti kishte dëgjuar gjithçka, kishte qëndruar i palëvizur. Nuk kishte bërtitur, nuk kishte qarë, nuk kishte bërë asnjë gjë dramatike. Ishte thjesht ulur atje dhe kishte ndier boshllëkun e fillimit të diçkaje. Kishte heshtje. Pastaj kishte thënë, me zë plot kontrolle të sforcuar. Kuptoj. Kishte bërë pauzë.
Ti je lirë të ndihesh si të duash, nuk të detyron askush. Por zëri i tij, ai zë i kontrolluar me forcë, kishte thënë gjithçka tjetër. Kishte thënë, jam i thyer. Kishte thënë, nuk e prisja këtë. Kishte thënë, nuk di si të mbroj veten tani. Alea e kishte vërejtur. Kishte hapur gojën të shtonte diçka, por kishte heshtur, sepse ndonjëherë heshtja është më e ndershme se çdo fjalë shtesë. Kishin zbritur nga mali pa folur shumë. Ditët e mbetura të vizitës së Alejes kishin qenë ato që janë, të vështira, të ngujuara, të mbushura me mirësjellje artificiale, që të dy e dinin se ishte artificiale, por asnjëri nuk donte ta prekte. Kishin vazhduar të takohen, sepse kishte mbetur edhe kohë, sepse ishte siklet të mos takoheshin, sepse asnjëri nuk dinte si ta thoshte plotësisht mjaft. Kishin ngrënë bashk, ecur pak, folur, por me atë mënyrën e dy njerëzve që flasin për të mbushur heshtjen, jo për të thënë diçka. Gentriti kishte qenë prezent fizikisht, por gjysmë absent mendërisht. Dëgjonte, përgjigjeshin, buzëqeshte kur duhej, por brenda kishte një boshllët që zgjohej çdo herë kur Aleja bënte diçka shumë ndryshe, shumë ajo. Kur merrte telefonin pa paralajmërim, kur fliste me dikë tjetër dhe qeshte me zë, kur tregonte histori nga Milano me atë lehtësinë e njeriu jetë të cilit ishte e plot edhe pa të. Dhe ai e kuptonte, me dhimbje të qetë, me kuptim të ngadalt, se ai kishte qenë projekt. Jo keq, jo me qëllim keq, por projekt. Diçka interesante, eksperiment i mirëdashur. Dhe ai kishte qenë e kundërta, kishte qenë e ardhmja. Mbrëmjen e fundit, kur Aleja po linte darkën dhe po thoshte lam të mirë, kishte thënë, Gent, je njeri i vërtet, rrallë takosh njeri kaq të vërtet. Kishte qenë komplimenti sinqert, por Gentriti e kishte marrë si dhuratë ngushëllimi. Si gjë të thuash dikujt kur nuk ke gjë tjetër. Kishte thënë, udhë të mbar, dhe ishte kthyer me makinë. Ditët pas largimit të Alejes kishin qenë ato lloj ditësh kur koha lëviz ndryshe, jo shumë shpejt, jo shumë ngadalë, thjesht ndryshe, me ato lloj peshe rëndësie që vendoset mbi çdo gjë normale. Gentriti punonte, hante, flinte, zgjohej, e bënte çiklinin. Por gjithçka kishte ngjyrë tjetër. Nëna e pa, kishte atë aftësinë e nënave. Aftësinë për të parë jo atë çfarë shihte, por atë çfarë fshihej pasaj. Nuk pyeti asgjë direkt, por një herë, kur po pastronte bashkë me të tavolinën pas darke, kishte thënë, jo çdo gjë vjen kur e dëshiron. Disa gjëra vijnë kur je gati. Kishte thënë thjesht dhe kishte vazhduar punën. Gentriti kishte kuptuar se kjo nuk ishte shans. Ishte urtësi. Ishte mënyra e nonës për t'i thënë, e di dhe jam këtu, dhe do kaloj. Adriani ishte ndesh pak më direkt, si gjithnjë. Kishte thënë, more Gent, mëso diçka nga kjo. Jo me keqdashje, por me atë lloj brutaliteti të miqve të mirë që i thot vërtetën kur të tjerat hezitojnë. Gentriti kishte pyetur, çfarë? Jo me inat, me kureshtje të vërtet. Adriani kishte menduar pak, pastaj kishte thënë, se njerëzit janë ndryshe, se online mund të dashurosh imazhin e dikujt, se kjo nuk është faji askujt, thjesht është e vërteta. Gentriti kishte marrë frymë, kishte dashur ta mohonte, kishte dashur të thoshte se jo, kjo ishte ajo. Jo, ishte reale, por brenda e dinte se Adriani kishte të drejtë. Dhe pranimi i kësaj të drejte ishte po aq i dhimbshëm sa vetë humbja. 3 ditë pas kthimit, Aleja i shkroi. Kishte shkruar, si je? 2 fjalë, neutrale. Gentriti kishte mbajtur telefonin dhe kishte shikuar ato 2 fjalë për shumë kohë. Kishte 10 përgjigje të mundshme. Kishte ato të ftohta, kishte ato bitër, kishte ato njerëzore, kishte ato të mbyllura. Kishte menduar secilën. Pastaj kishte shkruar, mirë, ti, ajo kishte kthyer, edhe unë. Gent, të kisha thënë gjëra shpesh pa e kuptuar plotësisht peshën që kishin të ti. Nuk që e drejt nga ana ime. Kjo ishte, Gentriti e ndjente, lloj njohjes. Jo falje e plot, jo shpjegimi plot, por njohje. Dhe kjo njohje kishte vlerën e vet. Kishte shkruar, nuk të fajsoj, edhe unë ndërtova gjëra që nuk duhej. Mbase të dy bëm gabimet tona. Kishin vazhduar të flisnin, por tani ndryshe, pa pritshmëri, pa imazhe ideale. Thjesht 2 njerëz që ishin takuar, kishin ndjer diçka, kishin keq kuptuar shumë dhe tani po mësonin të komunikonin si duhet. Ishte dhimbshme kjo mënyrë e re, sepse të flasësh pa ëndra, pa projekt, pa të ardhmen, ka një hidhërim specifik, por kishte edhe lirim.
Javët kaluan, muajt kaluan. Gentriti kaloi nëpër fazat e tij, fillimisht me trishtim, pastaj me inat të heshtur, jo me Alean, por me veten, me naivitetin e tij, me idealizimin e tij, pastaj me reflektim, pastaj ngadalë me diçka që nuk kishte emër ende, por ngjante si pjekurim. Kishte lexuar më shumë, kishte gjurmuar brenda vetes gjërat që i kishte besuar për dashurinë, ku i kishte marrë ato besime, sa reale ishin, sa i shërbenin. Kishte zbuluar se shumë nga ato kishin qenë jo dashurinë reale, por imazhin e dashurisë nga historitë e dëgjuara, nga filmat e parë, nga modelet familjare, imazhe të bukura, por jo plotësisht të vërteta. Kishte kuptuar se dashuria online mund të jetë e vërtetë. Emocionet janë reale, lidhja mund të jetë reale, por nuk mund të zvendësojë kompleksitetin e njohjes reale. Se fjalët e shkruara nuk tregojnë si ecën dikush kur është nervoz, nuk tregojnë si reagon trupi ndaj presionit, nuk tregojnë si sillen kur janë jashtë zonës rehatshme. Kishte kuptuar se ai kishte dashuruar jo Alean, por versionin e Aleës që kishte ndërtuar vetë. Dhe kjo nuk e bënte ndjenjën false, por e bënte të dhimbshme. Kishte kuptuar gjithashtu diçka rreth vetes, se ishte njeri i ndjeshëm, dhe kjo ndjeshmëri nuk ishte dobësi, por kishte nevojë për drejtim të mirë. Ndjeshmëria e shpenzuar në imazhe ideale bëhet vuajtje. Ndjeshmëria e investuar te njerëzit real, me gabimet, me kompleksitetin e tyre, bëhet forcë. Alea, nga ana e saj, kishte vazhduar jetën e saj. Kishin mbetur me kontakt sporadik, jo si të dashur, jo si miq të ngushtë, por si dy njerëz që kishin ndarë diçka dhe e respektonin atë ndarje. Her pas here shkëmbenin ndonjë mesazh për diçka interesante, për ndonjë histori. Ishte lidhja e re mes tyre, pa pritshmëri, pa presion. Dhe ndoshta kjo ishte gjëja më e shëndetshme që mund të ndodhte nga e gjitha ajo situatë. Kishte diçka që Gentriti nuk e harroi, jo dhimbjen, dhimbja kalonte, jo turpin, turpi zbehej, jo imazhin ideal, ai shpërbëhej, por kishte një gjë specifike që e mbante. Herën kur kishin qëndruar mbi gurin e madh dhe kishin parë luginën, para se Alea të fliste, para se gjithçka të bëhej e komplikuar. Ato 10 sekonda heshtje, kur të dy kishin shikuar poshtë, dhe ajri kishte qenë i pastër, dhe bota kishte qenë e madhe. Atëherë, për ato 10 sekonda, kishte qenë plotësisht prezent, nuk kishte menduar të ardhmen, nuk kishte ndërtuar imazhe, kishte qenë thjesht atje, me dikë, me qiellin, me ajrin. Dhe kjo prezencë, ajo gjendje e vogël e thjesht, kishte qenë reale. Gentriti kishte vendosur ta mbante si musim, jo çfarë humbi, por çfarë kishte qenë e vërtetë. Dhe çfarë kishte mësuar se si të kërkonte, jo te imazhet, jo te pritshmëritë, por te prezenca reale e njerëzve real. Jeta vazhdoi. Fshati vazhdoi me ritmin e tij. Nëna vazhdoi të gatuante çdo mëngjes. Babai vazhdoi të heshte dhe të dinte gjithçka. Dhe Gentriti, ngadalë, pa bujë, pa dramatizëm, filloi të bëhej pak ndryshe. Pak më i pjekur, pak më i qetë me botën e brendshme, pak më i sinqert me veten. Jo i shëruar plotësisht, shërimet e plota nuk ekzistojnë, por i nisur, dhe kjo nisje, ky hap i parë i vërtet drejt kuptimit, kishte qenë gjëja më e çmuar që mund të dilte nga gjitha ajo histori. Një mbrëmje, muaj pas gjithçkaje, Gentriti ishte ulur sërish në terracë, i njëjti qiell, i njëjti mal, i njëjti ajër, por jo i njëjti njeri. Kishte marrë telefonin dhe kishte kaluar nëpër fotografitë, disa foto të vjetra, disa mesazhe të vjetra. I kishte lexuar disa, jo me dhimbje akute, por me atë lloj melankolie të butë të dikujt që shikon nga larg diçka që ka kaluar. Kishte shkruar diçka, jo për t'ia dërguar askujt, por për veten. Kishte shkruar: Mësuam se dashuria nuk është çfarë imagjinon kur je vetëm, është çfarë ndodh kur jeni bashk, dhe gjithçka nuk shkon si pritur, por qëndroni gjithsesi. Kishte fshirë gjysmën e fjalisë. Kishte rilekzuar gjysmën e mbetur. Pastaj I kishte fshirë të gjithën. Disa gjëra janë shumë reale për t'i shkruar. Qielli ishte I mbushur me yje, siç ishte gjithnjë kur Gentriti kishte nevojë t'i shikonte. Ai kishte shikuar gjatë, kishte menduar për Alean, jo me dhimbje, jo me dëshirë, por me atë lloj mendimi të qetë që ke për dikë që ka kaluar nëpër jetën tënde, dhe të ka lënë diçka, pa mbetur vetë. Kishte menduar: ajo ishte e vërtetë. Ndjenjat ishin të vërteta, keqkuptimi ishte I vërtet, mësimi ishte I vërtet. Gjithçka kishte qenë reale, edhe kur nuk ishte siç e kishte dëshiruar, dhe njeriu I rritur, njeriu I maturuar nga përvoja,
Ditë mbaj dy të vërteta njëkohësisht. Diçka mund të ketë qenë e vërtetë dhe njëkohësisht e gabuar, mund të ketë dhimbur dhe njëkohësisht të ketë bërë më të mirë, mund të ketë mbaruar dhe njëkohësisht të ketë nisur diçka. Gentriti kishte ulur telefonin, kishte dëgjuar erën, kishte dëgjuar gjithësinë dhe kishte menduar, për herë të parë, pa trishtim, pa dëshirë, pa ankth, se jeta ishte e gjatë, se kishte kohë, se diku, ndoshta, në ndonjë cep të botës reale, jo ekranit, dikush që fliste të njëjtën gjuhë të brendshme, dikush që nuk duhej ta ndërtoje me imagjinat, dikush që do të ishte plotësisht i vete dhe plotësisht pranë. Ai nuk e dinte kur, nuk e dinte ku, por ishte gati, jo si herën e kaluar, me urgjencë dhe iluzione, por gati me durim, me vetdije, me syt hapur. Yjet ndritnin, malet ishin aty, dhe Gentriti, djali nga fshati i thellë, me zemrën e madhe dhe botën e vogël që po zgjerohej, rinte ulur dhe priste, jo me frikë, por me besim të qetë, sepse ky ishte mësimi final, jo se dashuria është e lehtë, por se njeriu i gatshëm ta pranojë vërtetën, sado dhimbse, rritet, dhe njeriu që rritet e meriton dashurinë reale, jo atë të ekraneve, jo atë të imazheve, atë të gjallë, atë të vërtetë. Nëse edhe ju keni kaluar në për diçka të ngjashme, nëse edhe ju keni ndjerë ndonjëherë se bota online dhe bota reale janë dy gjëra krejt të ndryshme, shkruani në komente. Historia e Gentritit mund të jetë e shumë prej nesh, dhe ndrofta, duke e ndarë, bëhemi pak më të mençur të gjithë bashkë.